Drejtuesi i Demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha, i shoqëruar nga disa kandidatë për deputet, mes të cilëve dhe kandidati për qarkun e Lezhës Eduard Ndocaj, zhvilluan një takim me shqiptarët në Athinë të Greqisë. Në fjalën e tij para migrantëve, Lulzim Basha tha se mungesa e shpresës në Shqipëri detyroi të largohen dhe ta ndërtojnë të ardhmen jashtë vendit. Unë e di që ndonë se kjo është një histori e mbushur me shembuj që na bëjnë krenar nga ju këtë sallë dhe shumë të tjerë jashtë kësaj sallë. E vërteta është që askush prej jush nuk do të ndodhej sot këtu, nëse Shqipëria, vendi ynë, do t'ju kishte ofruar mundësi për të ndërtuar një jetë me dinjitet dhe siguri për të ardhmen aty. Në të njëjtën linjë ishte dhe kandidati për deputet i këtij grupimi politik në qarkun e Lezhës Eduard Ndocaj, i cili kërkoi që të ndëshkohet me votë me 11 maj politika 33 vjeçare e cila ka shkatruar Shqipërinë. Unë kam filluar migracionin në 92-shin në Athinë. Dhe se jam kthyer më kur për të jetuar në Shqipëri, jam rrugash që në 92-shin. Fal dy liderëve që sot janë në pushtet. Ne kemi kryeministin e Shqipërisë se ishte emigrant në Francë. Edhe na e sollën ministri kulture, një që kishte vjedh ikonat, siç e thot vetë zoti Nano, me videon e tij që solli me thojt pa prem dhe me një hajdut ikonash, por e vuni ministri kulture njeriu që kishte vjedh kulturën, por ka vjedh dhe fatin tonë miqtëmi. Për këtë arsye do të votoni kandidatët Euroatlantik dhe ju keni njërin më të nderuar sot të këtu, Fatmir Gjocen, që është një individ që meriton të jetë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Votoni numrin 4 dhe Basha do jetë kryeministri i ardhshëm dhe vetmja shpresë që ka Shqipëria është koalicioni Euroatlantik. Gjatë këtij takimi me shqiptarët në Athinë, demokratët Euroatlantik morën mbështetje masive të emigrantëve për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit.